Me jemi në palestrën më të bukur të basketbollit në vendin tonë, Mezari Isma në Ravec, dhe ky është derbi fundit tabelës, ndeshje shumë e rëndësishme për dyja skuadrat dhe lirisht mund të themi ndoshta edhe vendimtare për mbetjen e vëreshtarëve në elit. Debutues janë elitën e basketbollit Kosova Ravecit 0-29, skuadër e cila u themelua para 3 viteve. Pas bankrotit të Ravecit të vjetër, megjithatë është vazhdimsi e saj dhe shiku historinë e përballjeve direkte midis tyre dhe kuqezinëve të Jakovës, që nga përballja e parë zyrtare me 18 tetor 2016 deri më sot, këto dy ekipe janë taku 14 herë dhe Rahovecianët kanë e përsi gati të dy fish të fitoreve. Në 14 duele deri tash Rahoveci ka 9 fitore dhe vllaznimi 5. Pra kjo është ndeshja e 15 jubilare dhe ndoshta vendimtare për mbijetesë. Vllaznimi sonte me kapitenin Koshi, Rit Bedra, Gordon Rushiti, Wilson, Helen Sane, Izekici Tasyla, trener Gyltekin Selimi, mendimësit Hana dhe Raci. Në anën tjetër, Rahoveci me kapitenin Bard Regjen, me numër 1 Kemçall Pullian, numër 3 Albin Berisha, numër 4 Shigant, 224 cm Nahim McLeod, numër 5 Gjëvon McCormick, i cili erdhi me numri Pikut, 7 Rugova, 11 Durguti, 12 Visar Ejupi, 15 Rosh, 24 Uikani, 30 Haxhi Morati dhe 99 Adonis Thomas. Ndimsi Goran, treneri Samar Gjev, me ndimësit Selman Cenën dhe Blerim Delibeqën. Adhurues të basketbollit, ku do qeni duke na shikun këto qaste Kosovë, Shqipëri, trojetona etnike, Evropa po Amerikë, mirë se po vazhdoni që ndroni me Art Motion, adresën numër 1 të basketbollit në vendin tonë dhe dueli Raveci 0-29 vllaznimi, ku me ju sonte gjatë këtyre 40 minutave basketbollistike, të cilat shpresojmë të jenë dramatike, fantastike, jam unë Agon Femiu. Thash, deri tash në historinë gati 8 vjeçare, 14 herë janë taku Rahoveci vllaznimi, Rahoveci 9 fitore, vllaznimi 5. Kjo është ndeshja e 15 jubilare dhe ndoshta vendimtare për mbijetesën e vëreshtarëve në elitën e basketbollit kosovar. Ky është derbi i fundit të tabelës midis Nikoqirit Rahovecit, i cili në pozitën e fundit ka 5 fitore e 13 humbje dhe vllaznimi të parafundit me 6 fitore e 12 humbje. Sikurse e thash parës, disfata e Rahovecit sonte në mas madhe ja vështërson mbijetesën e elit, ndërsa nga ana tjetër fitoria për vllaznimin do të thotë shpresë për të vazhduar betejën për një pozitë e cila dërgon në play-off, ku beteja është bërë jo lëmsh, po lugë. Sikurse po shihni në tabel, pra Go plus Peja, pas fitores ndaj Sigar Prishtinës në pozitën e 3, ka 10 fitore 9 humbje, Bora në pozitën e 4 pas disfatës nga Trepqa dje dhe Prishtinasit, të cilët pas kësaj fitore janë në pozitën e 4, pra me 9 fitore e 10 humbje. Golden Eagle Ylli aktualisht është i 5 me 8 fitore 11 humbje pas humbjes së mbrëmshme nga bashkimin e shfaqje fantastike në Tiranë. Prandaj po e them, një fitore eventuale rikthen vllaznimin në garë për një nga pozitat për play-off dhe shmangje nga vendi i fundit apo e pozita e 7 e cila dërgon në play-off. Prandaj kjo ndeshje sonte është shumë e rëndësishme për të dyja skuadrat, sepse Rahovecin e mban gjallë për mbijetesë pasi do të barazojë me fitore e humbje me vllaznimin, ndërsa nga ana tjetër fitoria e vllaznimit, sikurse e shpjegova, e afron shumë me skuadrat në pozitat më lartë, vetëm një fitore me Yllin dhe nga 2 fitore larg ekipeve tjera.
debutuesin e elitën e basketbollit kosovar. Pra Raveci vitin e kaluar u shpall kampion në ligën e parë, duke dominu absolutisht dhe vetëm 3 vite pasi u themelua si skuadër e re këtu në Ravec pas bankrotit dhe shuarjes së Ravecit vjetër. Kjo skuadër megjithatë u bë pra një vazhdimsi e basketbollit ravecian dhe si vjet ka startuar me sukses në pjesën vjeshtore, duke udhëhequr me shumë sukses nga njeriu i cili edhe inkuadroi në elitë Buja Loci, selektori aktual i Kosovës, por i cili u largua ndërkohë për arsye personale. Në një moment në Vjesht, Raveci ka qenë i 4-ti në tabelë, kur ju kujtohet pas fushimit të FIBA para kualifikimeve të Kosovës, në ndeshjen e zhvilluar me 6 dhjetor këtu në Mizajrisma, e mposhtin në mënyrë senzacionale aso kohë liderin e pakontestueshëm bashkimin, duke ja shkaktuar disfatën e dytë rresht, dhe në atë kohë Raveci kishte 4 fitore, 5 humbje, sa dhe Prishtina e 5 aso kohë. Një javë më vonë pikërisht Raveci e Prishtina u ndeshën midis dhe Prishtina si të mezi fituar 75-73, mirë po Raveci sërish u këndell dhe në kuadër të gjirës së 11 në këtë ambient triumfojnë ndaj PES për të shënuar fitoren e 5 të si vjetme. Fitoria ndaj PES me rezultat 83-71 me 14 dhjetor 2025 ka qenë fitoria e fundit e Ravecianëve, të cilët në vazhdim kanë psu 7 humbje rresht dhe nga pozita e 4 kanë ra në pozitën e fundit, duke i zvogluar dukshëm gjasat për mbijetesë dhe dueli sonte me vllaznimin lirisht mund të themi se është një duel të jesh apo të mos jesh, një përballje shumë e rëndësishme dhe vendimtare. Për këtë janë të vendishëm edhe vetë ravecianët dhe trajneri Samargjiev, i cili e ka forcu pozitën e qendrës me lojtarin i cili po bën histori në basketbollin ton së paku me 7 lartësinë e tij prej, besoni apo jo, 224 cm, pasi kur më herët lojtar më gjatë në elitën tonë s'ka pas. Nahim McLeod, i cili në start pra po bën historinë me 224 cm të tri, kur t'i hap krahët 240 cm, dhe të dashurit e mi, kur thu gjigant, e ky po që është gjigant. Se sa do t'i hy në funksion Ravecit, kjo betet me u pa, por duhet të theksu se McLeod ka luajtur për 2 universitete shumë të forta në NCAA në Shtetet Bashkuara, për Florida State dhe Syracuse, dhe pas aventurës së parë profesionale në Kim ku pati pak minuta në lojë erdhi te Raveci. Do ta shohim sonte se si ka me u përball me Joran Hein dhe Andrew Gordonin, por edhe qendra tjera të elitës tonë të Pro Credit Superligës. Sikurse thash, parës në këto 8 vjetë, pra që nga 18 tetorit 2016 Raveci e vllaznimi u takun 14 herë. Ky është dueli 15 jubilar. Në 14 ndeshjet e deri tashme, Raveci 9 fitore, vllaznimi 5. Në këtë duel Raveci puhi pas disfatës së thellë nga Peja në Karagash me rezultat 92-60, kurse vllaznimi pas fitores së rëndësishme ndaj Borës në një atmosferë të bukur dhe pas një shfaqje fenomenale në Shanin Ushi dielën e kalume, kur javën e kalume edhe vërtet pata rasti komentoja të dyja këto skuadra, edhe po ju thëmë se kjo përballje sonte me vërtet i ka gjitha predispozitat për qenë shumë interesante dhe dramatike, mirë po varet edhe nga fakti se sa do të përshtatet giganti McLeod në lojën e vreshtarëve dhe si do t'i përgjigjen pas largimit të lojtarit më të mirë skuadrës Ravecianët. E dini që edhe Isaiah Jomipik është larguar, e pam për shkurt Edo Krezion dhe Qëndrim Ajazajn, dy ish lojtarët e Ravecit. Raveci sonte starton me Puljanin, me Kormik, Rrugovën, Rosha dhe Bard Drezhen. Pra Gjevon me Korik, i cili erdhi nga kolegji Auburn i Houston, Texas, ka luajtur në Turqi, Liban, Katar dhe Lituani, me një mesatare të karierës 12 4 asistime në vend të Jomipikut. Wilson, Halemsane, Zekiqi dhe Dasyla është peshja e vllaznimit. Pra, kampioni në fuqi ligës unike vllaznimi pas ciklit parë me vetëm një fitore 6 humbje, i nda rrugët me arkitektin e suksesit të madh, më të madhit pas luftës në 29 vite, pra e solli trofeun e parë Jeronimo Sharin, u zëvendësua nga Malazezi Kreo Cup, i cili startoi me vllaznimin me 2 fitore spektakulare ndaj Bashkimit të Trepçës, mirë po për shkak të karakterit të tij dhe serisë së humbjeve, vllaznimi ja tregoi rrugën dhe tani ka bë marrëveshje me Gyrtekin Selimin, i cili javën e kaluar ja bëri sefte me Kuqezin duke fituar
ndaj Borës në një ndeshje fenomenale dhe shumë të rëndësishme. Çdo gjë e gatshme, nga topi i parë shkon për Wilsonin. Wilson për Joran Ejni, i cili javën e kaluar ishte fantastik ndaj Borës me ato 6 blokadat e tij. Wilson për Anein, me njëherë atje pranë tij është Pullian, nga këndi tenton dhe në tentimin e parë me treshe ndeshjen e fillon Ronda Sylla, kështu ja ka bërë edhe javën e kaluar. Rosh atje për të ardhurin e ri McCormick. Regja tenton të përgjigjet me treshe, i kthe topi Bardh Regjës, i cili deporton për mrekulli atje. Lëvizje mashtruese e Julian Roshit. Wilson. Fauli Fisnik Rugovës. Edhe njëherë, edhe sonte, pra lojtari ndër me formën më stabile të vllazimit, Ziggy Reed starton nga banka. Opa, Wilson, për mrekulli atje nga gjysmë distanca, për 2-5 pikët e para të Wilsonit. Sylla i bën pressing atje Fisnik Rugova. Sekiqi vetmuar për 3 pikë, që në start me 2 treshe të një pas njëshme vllaznimi. Bombardon 2 tentimet e dyja të vendi për 2-8, e përsi fillestare një seri në fillim e vllazimit. McCormick. Pullian, bukur atje e sheh. Nuk mirën vesh Roni da Sylla, dhe reprezentuesi i Kosovës, dhe Derek Wilson, ish lojtari i Sigal Prishtinës. Wilson. E do bon topin jashtë lijes atje da Sylla. Po shofim në ekranet e juaja Nimsin Selman Cenën. Rosh me pick and roll, Pullian. E jepën dorë atje. E pengon Joran Ejni më i larti në kërcim Jericho Helms. Ylli i skuadrës gjakoare, fall në sulm. Shkakton personale në sulm Jerry Helms. Pullian. Edhe një topi humbur. Mirë, po me njëherë në anën tjetër e humb topin edhe Raveci, ka shkelur vin atje McCormick. Si vjetë pra Raveci e vllaznimi janë taku 2 herë. Këtu në Mizajrisma me 10 nëntor në udhëheqjen e Bujar Locit dhe atë shënimin spektakular të Etnik Pecit sekondat e fundit. Raveci fitoi 81-80. Me 17 dhjetor u revanshuan në Shaninushi vllaznimi 77-71. Se cila skuadër pra ka fituar nga një herë. Megjithatë shikuan në përgjithësi Raveci në fitore, vllaznimi 5, Ronda Sylla me tentim për 3 pikë, më i larti në kërcim Fisnik Rugova, i cili në ndeshjen e parë pati double-double dhe pikë 12 kthime, 4 asistime. McCormick erdhi në vend të Jumi Pigut, edhe në anën tjetër vjen tresha nga Cantrell Pullian, lojtari kryesor i skuadrës pas Jumi Pigut, 15 pikë, 6 asistime edhe 5 kërcime. Pressing i madh atje, Joran Ejni deporton, nuk realizon.
5-8. Edhe njëherë, Joran Ejn dalet atje nga kapiteni Bardh Regja. Joran Ejn tërhiqet, tenton nuk realizon, tentoj atje mbi Julian Roshin. 211 cm-shin, ka gjatësi tani Rahoveci me të vërtet. Rosh 211, Rugova 208, Rugova depërton, nuk realizon Rosh toplit e Wilson, përfundon Samir Zekici për mrekulli. Asistim në thellësi nga Wilsoni, Zekici ngulit për 5-10. E përsia më e lartë deri tash ishte ajo plus 6, 8-2. Pullian. E një Regja ja kthen topin, Rosh pick and roll, hapët në brendi, mirë po. Tentimi Pullianit për 3 pik, Joran Ejn më i larti në kërcim, 209 cm, Joran Ejn 211 Rosh. Wilson, e shpëton Joran Ejn, depërton. Lojtari me numër 5. Kështu të regon referi Kudarolli. Herën e parë është i pasak nga vijagjuajtjeve të lira Joran Ejn, cili ka një saksi prej 83% nga vijagjuajtjeve të lira si vjetë. Shëdi kur huq, si do qoftë, të parën e huqit, të dytën e realizoj për të rikthyer përsin maksimale prej 6 pikëve të vllazimit deri tash. Regja për Rosh, sa bukur, vetëm ja përcolli atje me Kormikut, i cili depërton, lufton atje Derek Wilson, e pat edhe juve Jerry Cole Helms, kundër sulmi shpejt, depërton, realizon për e përsin më të thellë deri tash prej 8 pikëve, 5-13 dhe time out kërkon Samargjiev. Adhurues të basketbollit, pra 2 transferet e reja të Rahovecit janë giganti, 224 cm Nahim McLeod. Tash ai ka luajtur për 2 universitetet të fuqishme, Florida State dhe Syracuse. Prej nga karierën hapat e parë profesional i bëri në Kin, por aty pati pak minuta dhe erdhi te Rahoveci. Në anën tjetër kemi Gjëvan me Kormikun, i cili ka luajtur në Houston të Texasit për Universitetin Auburn, ndërsa është një playmaker i mirë, karakteristikat dhe me thonë sidomos i ka në mbrojtje. Pas përfundimit të kolegjit ka luajtur në Turqi, Liban, Katar dhe në Litvani. Me një mesatare të karierës 12 pike, 4 asistime, do të shohim se sa do të përshtatet me Rahovecin sonte. Aktualisht 8 pik dhe dominimi skuadrës së vllazimit në këto 5 minutat e para, 5 me 3 rëngësime, 3 me 1 asistime. 4 pik të realizuara nga kundër sulmet i ka vllazimi, asnjë të vetme. Skuadra e Rahovecit, 2 treshe të vllazimit, një Rahovecit për këto 8 pike përsi. Pullian e ka shkelur vin. Helms. Bardh Regja atje blok i mirë i Joran Ejn, i cili lufton kërcen në sulm dhe për herë të parë sonte realizon e përsin 2 shifrore. Joran Ejn është pika e 3 e tij, ka 2 kërcime, 5 piki ka Zekici, 3 dasyla, 3-shën e tij.
Donis Thomas është inkuadruar në lojë, në sekondat e fundit tenton, nuk realizon, Fis Rugova tenton atje mbi Anein, nuk arrin. Helens i shkon në blok, i ndihmon Wilsonit, pick and roll, mbrojtje mire Bardh Regës, i cili ndalet në mënyrë të palejuar nga 35 vjeçari Derek Wilson i Sarajupi. Në loj për herë të parë sonte në vend të kapitenit Bardh Regës. Tani Ejupi, Pullion, Rugova, Thomas, dhe për herë të parë inkuadrohet giganti Nahim McLeod, të tjerët si fëmijë. Opala! Në majet gishtave, nuk sa i heq. 7-15. Asistimi Fisit për Nahim McLeodin. E blokoj atje Joran Ein. Do ta kenë vështirë me McLeodin. Joran Ein me hyrjen e McLeodit definitivisht gjërat ndryshuan. Dhe time out ka kërkuar Gyltek Cenimi. Nuk po i pëlqen që lojtarët e tij u dekoncentruan dhe pak u shpërqendruan me hyrjen e McLeodit, i cili në mënyrë elegante atje me këtë asistim të Fis Rugovës bën rrekulli. Fisi nuk e ja shikoni me një pap edhe ngulitje e Nahim McLeodit. 20 sekondat e para të lojës. Me njëherë shënoj 2 pikët e para me ngulitje në asistimin e Fisit. Fisi deri tash pati një tentim për ndryshe, nuk qëllon, mirë po i ka 2 kërcime, një asistim. Ja po i shihni edhe statistikat aktuale. Vllazimi e sin më të lartë e pati parës prej +10, pas me 15, mirë po me inkuadrimin e McLeodit edhe në mbrojtje edhe në sulm. Në një mini seri prej 4-0 e përsia u afrua. 5 pik më efikasit e vllazimi është Samir Zekishi. Jerry Helms. Tjetër të Samiri, cili tenton dhe treshën e tij të dytë e realizon të tretën për skuadrën e vllazimit, e rikthen e përsin gati maksimale, +9. 8 pikë të Samiri, 100% efikas për 3 pikë. Opa, atje Aneit, mirë po, McLeod lufton, nuk shënon, Helms e pengon, e fiton këtë duel. Da syla, shpejt të vi stopi. Jericho Helms, nga distanca, tenton atje, e ngrit dorën dhe i pengon McLeod. Ejupi, po i pengon dhe tani ka dhe përkrahje nga Kuqezin të Jakovës, të cilë kanë ardhur në Ravec për ta përkrah skuadrën e tyre. Topi do të arrivohet nga anash, largohet Pullion në lojë, rikthehet transferi ri Javon McCormick. Anei e bën blokun për Jerry Helmsin, e faulli McCormickut ndaj Joran Eit. Do të dy zhuajtje të lira për herën e parë është Isak Joran Eit, pika e tij e 4, i ka dhe 3 kërcime. 9-19 dhe
9-20, e tash kjo është e përsia më e lartë prej 11 pikëve deri tash. Largohet Anej, e për herë të parë sonte në parket kapiteni ati Koshi me një peshet dish më të shkurtër edhe Andrew Gordon në vend të Joranej. Largohet edhe Dasyla. Dëshiron të i pushon dyshën e peshës e parë. Opa, sa bukur atje. 99-shi, Thomas e fiton duelin me 9-shin Hellemsin. 11-20. Pikët e para të Adonis Tomasit, i cili ka luajtur po ashtu pak në NBA për Orlando Magic dhe Philadelphia Sixers. Ka luajtur edhe në Itali me Avellinën, me Mehdi Berutin në Gjermani, për Gravelin Dunkirk në Francë. Një lojtar globetrotter i vërtet në tërë botën ka luajtur. Derek Wilson atje, Visa Rejupi, me njëherë Pranti. Gordon, pick and roll atje, Wilsoni me Gordonin për mrekulli. Mirë po, e pengon McLeodi. Betej luft për pozita atje mes Zekicit edhe një perfekt po funksionon tandemi Fis Rugova Nahi McLeod, Fisi po asiston e McLeod Koshin peshmonton. 2 herë sonte, 13-20. Ejupi nuk arriti ta pengon Hellemsin. 13-22. Sekundat e fundit të qerekut të parë, i cili shkoj shumë shpejt. McCormick deporton. Gabon atje McCormick. Po luan në mënyrë vetjake. Ka atje reagim. Ankohën për out. Thomas e ndjek Hellemsin, i cili është shumë i shpejt. E lën 2 metra larg, s'ka ndim normal atje. Jericho Hellems bombardon për e përsin më të lartë prej 13-25 në fund të qerekut të parë. Është kjo treshja e 4 nga 10 tentime e vllazimit. Në anën tjetër 6-1 për treshe është Rahoveci. Shkoj me një blok marketingu, e kthehemi më pas në Mizajrisma. Yll, Qeqi, kjo është kredit kardela që kemi bo. Ue, Eria, qëpar dizajnit top. Veç që halos kemi vendos për emër. Hajtë kalzon pak për ta? Që për shembull, mundesh me ble qka dush, edhe me pagu deri në 36 këste. Që? Top, a? Edhe ato me 0% interes. Ja, ma veç pak të këneshit pjesë. Me t'ble pa interes, me t'ziu ne po pres, shumë ljath me pagu, a e ti tungu. Ha, qështu do? Top. Hej, a ja lujnë mërë emrin top? Top? Kredit kartela top. U kry, blej kudo, paguaj deri në 36 këste me 0% interes. Ti e meriton kredit kartelën top. Siguroje jetën në Illyria Life. Derbi i fundit të tabelës, Rahoveci 0-29 i parafundit me vllazimin, i fundit falni me vllazimin e parafundit 13-25, 12 pike përsia më e lartë në fund me atë treshën e pikërisht këtij njeriu Jerry Hellemsit, i cili ka 7 pikë, mirë po më efikasi është Samir Zekici me ato 2 treshë, krejt çka ka gjujt prej lojës Samiri ka realizu. 2 treshë dhe 1 2 pikë.
super efikas, perfekt, 3-3 nga loja, Hellemsi 7 pikë, dërsa Jora Nej me 5 pikë e 3 kërcime në mesin e më të mirëve po ashtu. Kësaj radhe Hellems kërcen. 5 që ajro vecit, Ejupi me Kormik, Thomas Rugova dhe McLeod atje me Andrew Gordonin. Blokad me të vërtet. Para mendoni kur një Andrew Gordon i cili është shumë masiv, duket si fëmi pran Nahim McLeodit. McCormick për ballë ka ati Kunkoshin. Pick and roll i Nahim McLeodit. Mirë, po nuk po shkon deri në fund. Gordon atje e pengoj. Hellems ndalet në mënyrë të palijuar nga Ejupi. Lëvizje bukur mashtruese në dribling me skambe i Hellemsit. Edhe të roj Visarin që të shkakton personalin e parë. Zigirit u i kuadrua nga banka rezerv. Tepër lojtari falenderueshëm. Gordon atje tenton po jojo. Ran me McLeodit me vërtet është shumë vështirë. Thomas tenton për 3 pikë dhe dërgon të vendi. Përgjigjet me treshën e parë të ti sonte 16 me 25 në treshën e Hellemsit në fund të pjesës në qerekut të parë. Adonis Thomas menjer në start të qerekut të dytë. Hellems nuk ja la mungu në treshe, përgjigjet me treshe. 18 me 26. Wilsoni e pat është ullur pak me pushu, e ka meritu. Qerekun e parë pati 2 pikë, 2 asistime, 2 kërcime. Hellems e vjedh të sa bukur atje. Ka reagime këtu, edhe njëherë. Për foul. Isak nga tentimi i parë Hellems për e përsin më të thellë, 16 me 29, u ankuan shumë në këte foul, që nuk pati kontakt. Hellems edhe herën e dytë realizon për 16 me 30 duhet të jetë, jo 20. 16 me 30 duhet të jetë në grafika tona, jo 16 me 20. Fauli Andrew Gordonit, i cili e dorën atje një herë ngrit Pullianin. Dy gjuajtje të lira do t'i ketë Pullian, cili ka një efikasitet për 66% në vine gjuajtjeve të lira. Ditë huq të parën dhe të qëlloj të dytën. Ja, pra, këtu Mujo Thaçi me Metin të birin e ti, i cili javën e kaluar realizoi triple-double, shifra magjike dhe historike në elitën e basketbollit të Maqedonisë Veriut. Dal nga dal, ai po shkon hapave të babait të tij të famshëm Muhamet Thaçit, por shpresojmë që t'ja kaloj një super talent me Meti Thaçi. Në anën tjetër bombardon Jerry Hellems me edhe një treshe e 2 fishon e pësin e vllazimit. Është kjo treshja e tretë e Jerry Cole Hellemsit, 15 pikë, 5 kërcime, 2 asistime, me indeksin prej plus 19.
lutëm e ma përsërit. Referët Gjekovic dhe Pudarolli ndim si ti e rishikuan këtë situatën e treshës së Tomasit. Ishte treshe, via nuk ishte shkelur. Loja vazhdon 16 me 33. Jericho Helms 15 pikë të tij. Me 5 kërcime, 2 asistime i hatashëm. Fis Rugova tenton të përgjigjet dhe përgjigjet në treshe me treshe. Me njëherë pas time-outit. 6 treshe të vllazimit nga 12 tentime. Kjo është treshja e tretë nga 9 e Rahovecit. E përsia më e lartë ishte kjo prej 17 pikëve. Edhe njëherë atje tenton Gordon, Fis Rugova. Gabim në hapa. Të gabim në hapa, deri tash 4 topa të humbur të Rahovecit. 4 i ka edhe vllaznimin. Thomas. Ati ku kapiteni është pranë tij. Është masiv natyrisht atje Thomas, por i ndihmon Atikut Gordon kundër sulmi shpejt Koshi. Shpejt e Ziggy Reed. Wilson lufton, e kap të topë. Ronda syla i vetmuar, tenton, nuk realizon më i larti në kërcim Julian Roche. Dhe Ziggy Reed e shtyen atje personale jo sportive. Albin Berishës. Ishte një situatë dyshimt, t'ju them drejtën, sepse atje edhe Albini e kapi për shorce Ziggy Reedin. Referët nuk e pan atë, sidoqoftë. Në tentimin e parë është i pasakt. Kyr tek telimi kërkon nga Wilsoni që të qetësohet. Dhe herën e dytë të dy gjuajtjet e lira i huq ish lojtari 5 Albin Berisha. Topi do të rivëhet nga anash. Kërkon blokun nga Roche. Atje Pullian për Fis Rugovën. Bukur atje lëvizje, bukur mashtruese. Tenton me pasu të Roche. E blokojnë atje Wilson dhe Ziggy Reed. Julian Roche me njëherë kanadezi atje lufton Ziggy Reed në brendi. Realizon medaljen e Nahimi Klaudit. U relaksuan pak në mbrojtje lojtarët e vllazimit. E patën të Ziggy Reed atje është shumë nervoz. Po rrezikon edhe teknikën, në rast të teknikës mund të përjashtohet. Ja, dhe njerë kohën atje pas e goditi me kokë referi Vitaku ja dha vrejtjen. Roche dhe Gordon ish qendra e trepqës. Andrew Gordon, Julian Roche po ka telashe atje me depërtu dhe faulli Andrew Gordonit ndaj Pullianit. Vllaznimi e ka plotsu. Bonusin, do të rishikohet kjo situatë.
Pra pas rishikimit nga referët Gjekovic, kryesori dhe ndihmësi Vitaku, gjykohet faul normal, nuk është faul jo sportiv. 19-35, 16 pike përsi. Edhe 57 deri në fund të pjesës së parë të derbit të fundit të tabelës. Thomas Parës realizoi treshe, nuk ka lojtar të lirë, vendos të gjuan. Gordon atje më i larti në kërcim, Zigirit kundër shumë i shpejt, Zigirit depërton deri në fund, luan 1-1. Dhe faul nga Adonis Thomas. Është Tomasi, alja 197 cm, që ka përvoj të vogël në Orlando Magic dhe Philadelphia Sixers. Ka luajtur në Turqi për Bambitin, në Gjermani të Medi Beirut, Gravellini, Dunkirkut, Francë, në Astana të Kazakistanit, në Bnei Herslia në Izrael, ka luajtur edhe në Poloni, në Meksiko e Katar, pra anë e kanë botës dhe aktualisht është në Kosovë. Dhe Rahoveci, Zigiri Disak nga tentimi ti pare rikthene përsin maksimale për 17 pike, nëse realizon edhe këtë gjuajtje të lirë, atër kjo do të jetë përsia më e thellë. Po 19-37 plus 18 pik e përsia më e lartë e vllazimit. 5 minuta e gjysmë deri në fund të pjesës së parë. Puljan Rosh me pikën roll atje, e kthen topin Bart Regja në loj, edhe Ronda Syla e përmirëson herën e parë, nuk qëllon. Puljan më i larti në kërcim për 21-37. Gordon i vetmuar, nuk realizon më i larti, edhe njëherë me Kormi kundër sulmi shpejt, 3-2. Gatrohen atje, edhe njëherë e pat me Kormit dhe kapiteni Regja, u fut atje me Kormik, nëse të pason, ishte vetjak, e pati edhe Regjën edhe Puljanin anash, nuk ju pasoj topin. Wilson e pret blokun, punon atje me Turin dhe pret Gordonin, lufte Gordonin dhe Roshit, da Syla për Gordonin. Fis Rugova mbrojtje e mirë atje, i ndihmon Roshit, por mrekulli akrobacion realizon Kentrell Puljan për 23-37. 4 pike eksprese, reagon me njëherë Gültekin Selimi, nuk lejon seri të shpejta të Rahovecit. Bukur, me vërtet, fluturimi bukur edhe njëherë në gjirim të përsëritur. Shikoni këtë fluturim të Kentrell Puljanit, akrobacionin e ti në ajër, atraktive s'ka fjallë. Për 23-37 pika e 9 e Puljanit, i cili aktualisht është koshashënuesi më i mirë i Rahovecit, me 5 pik Thomas. Ja, të vllazimi e kemi Jerry Cole Hellemsin, definitivisht më efikasi në lojën, në përgjithësi treshet e ti, 3 treshet e Jerry Hellemsit nga 6 tentime, 15 pik, 5 kërcime, 2 asistime dhe 1 top i vjedhur. I jashtëzakonshëm për krahu e ka Samir Zekishin, i cili është duke u pushuar nga trajneri Gültekin Selimi. Samir Zekishi 100% efikas nga loja, 2 treshe dhe 2 piksh, pa huq asnjëherë. Edhe 4 minuta e 30 sekonda deri në fund të pjesës së parë. Zigirit atje në mesin e 3 lojtarëve. McCormick, Gjovon McCormick, shkakton personale.
Personale e McCormickut tankon se McCormick ishte larg atje dhe nuk e shkaktoi faulin. Është kjo personale e 4 e Gjovon McCormickut, shumë shpejt. Të lashe për trenerin Samargjev, Wilson, deporton atje dhe realizon mbi Julian Roshin, mbi 211 cm Derek Wilson, 26 cm më i shkurt, pa problem realizoj për 23:39. 4 minutat e vonë, Fis Rugova me treshe, tenton nuk realizon, mirë po aty është Kentrell Pullian, Thomas Parës realizoj treshe, kësaj radhe nuk po gjuan, Fis Rugova, bukur atje i vetmuar Bard Regja, Joranej tenton me pengu, por kapiteni realizon për 25:39. E zbut pak disavantajin Bardi. Anej i shkon në blok Wilsonit, i kryon hapsin e aj në vertikale për Hellemsin, bashkëpunojnë me Wilsonin, i cili nuk e lëshon këtë rast me treshe në asistim të Jerry Hellemsit të rikthene përsim për 17 pikëve. 25:42. Rosh do të kënë loj për sëri Giganti McLeod dhe Bard Regja në treshe me treshe përgjigjet. 28:42. Atje ka të drejt Fisi. Ka të drejt Fisi. E zuri thu. Shkoj në trup Derek Wilsoni. Edhe pse në shikim par duke tu se Fisi e ka gjatë komën për me shkaktu fall, me gjithate nga ky kënd shihet që nuk është ashtu. Derek Wilson. Topi Hamendet në fund përfundon në rjet 28:43, 15 pik plus për Vlazimin. Edhe herën e dytë realizon për 28:44 Derek Wilson, 9 pik të Wilsonit, i cili ka dhe 3 asistime. 100% efikas nga vjagjuajtjeve të lira deri tash. Wilson Pullian betët i vetmuar, tenton, nuk realizon. Bard Regja me Joranej. Personale Regjës. Të në dy gjuajtje të lira për Joranej. 4-3 deri tash, 5 pik të ti. 45, e rikëthane përsim për 17, përsia maj lartë ka qenë plus 18. Kërën e dytë. Majtë e nishtë atje me McLeod për mrekulli atje. Asistim nga Pullian. Fisi nuk e komplikon, realizon për 30:45. 2 minuta 25 deri në fund të pjesës së parë. Vazhdimisht Raveci po bën presion, është lojë ndeshje shumë e rëndësishme, vendimtare, të jesh apo të mos jesh. Hellems kësaj radhe i pa suksesshëm. Pullian deporton dhe realizon pranë Hellemsit. Kërkon atje kontaktin, 32:45. Një seri e shpejt. Hellems i kryon vetës hapësir Joranej. Gabim në hapa nga Anej. Është ky topi 7 i humbur i Vllaznimit, në anën tjetër 6 topa të humbur i ka Rahoveci. Edhe 1 minutë
14 deri në fund të pjesës së parë. Pullion tenton me përbiru atje, hup mirë, po dhe përmirëson Kentrell Pullion për Tomasin, i cili nga këto pozita ditë që lën dhe këte e bën rezultatin në 10 pike afron. Ani kemi një seri prej 7-0, edhe një mbrojtje të fuqishme. Bard Regja, 1 minutë e 12 deri në fund. Jerry Helms atje ankohet në foul. Wilson, Pullion është pranë tij. Ka kontakt atje. Sa i lartë atje, ja tregon Vitaku i thot Pullionit, ngritu, do të ndërshkosh për simulim. Fis Rugova dhe Joranej luftojnë atje. Joranej, personale e ti, Ronda Sylla me njëherë pranë Joranej, të thot që co mos fëll, mund të ndërshkosh edhe me teknike. Në vine gjuajtjeve të lira, të dy skuadrat kam plotësu bonusin. Fisi ka një efikasitet prej 42% nga vija gjuajtjeve të lira si vjet, ka të lashe me ekzekutimin e gjuajtjeve të lira. Vllazënimi nga penalet sonte 12, dërsa Rahoveci 5-0, nga 5 tentime as një gjujtje të lirë nuk e ka realizu. Joranej luan i fundit, 5 gjuajtje të lira, në fakt të 6, më falni, të huqurat të Rahovecit, as një shënim. Kjo është shumë, paramendoni të ishin shënu, do me tonë rezultatit do të ishte shumë më i ngusht. Thomas tërhiqet për 3 pik, e pengon atje Da Sylla. Pullion për Visare Jupin. Pullion dhe Helms luftojnë atje. Uffa, çfarë blokade monstruoze nga Joranej, e dërgoj topin jashtë palestres në vreshta atje. Monstruoz Joranej. Thomas Zekici është pranë tij. Thomas dhe Zekici, Da Sylla i ndihmon. Bard Regja për mrekulli, te Tomasi e kthen në qintat e fundit. E kap topin Anej, kundër sulmi shpejt, 3-1. Ejupi, edhe kosh faul. Visare Ejupi. Ka kontakt mes të Da Syllës, edhe njëherë kjo blokad. Në vine gjuajtjeve të lira do të jetë Da Sylla. 35 me 47. Da Sylla. Shkjo pika e 6 e ti. 35 me 48 plus 13. Pullion dhe Helms. Dueli 1-1. Do të jetë deri në fund faktikisht sulmi i Rahovecianëve. Thomas. Visare Jupin, i cili ditë të qëlloj treshin nga këto pozitat, mirë po e shtriv dorën atje Da Sylla. Rosh është inkuadruar në loja, do të shkon topi për Regjën. Dhe fauli Joranej. Do të jenë 2 gjuajtje të lira. Herë me pari Isak është kapiteni Regja, 36 me 48.
Herën e dytë e huq, Bardregja dhe blokon atje. Dasylja nuk e lejon, 36 me 48. Mbyllet pjesa e parë. Sa i përket kërcimeve, aty janë të nivelluar 20 me 19 për vllaznimin, edhe në asistime janë të nivelluar 10 me 10, në topa të vjedhur 4 me 4, në topa të humbur 7 me 8. Mirë po, pra, ajo ku ka dominuar skuadra e vllaznimit ishin 3 pikëshat, dhe gjuajtjet e lira. 7 treshet vllaznimit nga 15 tentime dhe 11 gjuajtje të lira nga 13 realizuara. Në anën tjetër 8 me 1 Raveci nga 8 gjuajtje të lira, vetëm 1 gjuajtje të lirë të realizuar. Adhurues të basketbollit, shkoj me pauzë 10 minutë para se të rikthehemi përsëri në Mizajr Isma.